Senatori republikan amerikan Lindsey Graham, një nga figurat më të njohura të politikës së Shteteve të Bashkuara dhe përfaqësues i shtetit të Karolinës së Jugut në Senat për më shumë se 2 dekada, ka ndruar jetë në moshën 71 vjeçare. Graham ndroi jetë të shtunën në mbrëmje pas një sëmundje të shkurtër dhe të papritur. Familja e tij kërkoi privacy në këtë periudhë të vështirë dhe falenderoi të gjithë për mbështetjen dhe lutjen. Lindsey Graham ishte një nga senatorët me ndikim në Partinë Republikane dhe një zë i rëndësishëm në çështjet e sigurisë kombëtare, të politikës së jashtme dhe të mbrojtjes. Ai përfaqësonte Karolinën e Jugut në Senatin Amerikan qysh nga viti 2003, ndërsa më herët kishte shërbyer edhe në dhomën e përfaqësuesve. Gjatë karrierës së tij politike, ai u bë i njohur për qëndrimet e forta mbi politikën ndërkombëtare dhe mbështetjen e vazhdueshme të forcimit të rolit të Shteteve Bashkuara në arenën globale. Megjithëse në fillim ishte kritik nga Donald Trump gjatë garës presidenciale të vitit 2016, Graham më vonë u shndrua në një nga aleatët më të afërt të ish-presidentit dhe një nga mbështetësit më të zëvendësuar të politikave të tij në Kongres. Ai luajti një rol të rëndësishëm në debatat mbi sigurinë kombëtare, drejtësinë dhe çështjet ushtarake, duke qenë një nga figurat më me ndikim brenda Partisë Republikane. Vdekja e Lindsey Graham pritet të ketë ndikim të rëndësishëm në skenën politike amerikane, ku ai konsiderohej si një nga senatorët me përvojën më të madhe me pesh vendimarrjen e Kongresit.